Ishte veç shpallur pronar i pronës publike dhe u merrte para drejtuesve të mjeteve për parkim, arrestohet 37 vjeçari në qytetin e Durrësit. Policia e Durrësit ka vënë pranga një 37 vjeçar i cili akuzohet se u merrte para drejtuesve të mjeteve që parkonin në një vend parkim publik të vendosur nga bashkia. Eko, 37 vjeç, ishte veç shpallur pronar i pronës publike dhe taksonte qytetarët që parkonin aty, për këtë ai kishte punësuar dhe 2 adoleshent. Përvetësonte pagesat e qytetarëve që parkonin në automjetet në një hapësirë publike që ishte destinuar nga bashkia si vend parkim pa pagesë. Arrestohet 37 vjeçari. Ky shtetas gjithashtu shfrytëzonte 2 adoleshentë si punëtor në këtë biznes. Si rezultat i kontrolleve të përditshme që specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në DVP Durrës kryejnë në subjekte të ndryshme ekonomike për të kontrolluar nëse kanë të punësuar shtetas të mitur në kundërshtim me specifikat e ligjit për këtë veprimtari, si dhe për të verifikuar ligjshmërinë e ushtrimit të këtyre aktiviteteve, është konstatuar dhe goditur një tjetër rast i paligjshmërive në të dyja këto fusha. Për këtë rast është vënë pranga shtetasi EK, 37 vjeç, banues në Durrës pasi u merrte para 300 deri në 500 lekë qytetarëve për të parkuar automjetet në një hapësirë në lagjen numër 1, hapësirë e cila ishte destinuar nga Bashkia e Durrësit si vend parkim pa pagesë. Gjithashtu, nga verifikimet rezultoi se 37 vjeçari shfrytëzonte si punëtor në këtë biznes 2 shtetas 16 dhe 17 vjeç. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprime të mëtejshme.